I kum përzgjell krejt, nuk kom lënë njeri pa mashtru. Kam mashtru invalid, kam mashtru të smur. Tua t'i kthejmë familjes time, Serbia s'na marr asnjëherë gjithë. Kjo është i mashtru njerëz që janë nevojë të madhe, domethënë mos i ndodh kur kujt as që më ka ndodh, aty çdo cent që ngjehet, ai jeti luftu për jetën e familjarit ton. Nuk kemi mujt me ja dalë edhe kemi bën një apel kush mundet me na ndihmu. Tha që ai kam i ofru 15.000 euro. Tonë janë nisi mu paraqit si një biznismen, tonë më vonë edhe janë nisi me më kërcënu. Prej disa muajsh Don Bytyçi ndodhet në Arati. Ai dyshohet për kryerjen e 14 veprave penale. Pak javë më parë, ai u lajmërua në redaksinë e Insiderit, duke pretenduar se ishte në gjendje të rëndë. Në atë kohë, ai deklaroi se ndjehej i penduar që ua kishte marrë para disa personave të cilët kishin nevojë për to që të shëroheshin. Unë me Don Bytyçi e kom mashtru kategoritë më të rënda të qenies njerëzimit në vendin tim. I kum përzgjell krejt, nuk kom lënë njeri pa mashtru. E kam mashtru shqiptar, kam mashtru invalid, kam mashtru të smur. E prapërsisht, sa para u ke mashtru në vetë mashtrime? As vetë nuk e di. Edhe ju shprej keqarë dhe krejt popullit që i kam dëmtu, tua t'i kthejmë familjes time që mungojnë që për 10 vite tona, që fatkeqësisht, Serbia s'na marr asnjëherë gjithë. Por, sipas zhvillimeve të fundit, dyshohet se këto deklarata kanë qenë të pavërteta. Astrid Begolli, në një prononcim për Insiderin, ka vërtetitur se një person i tillë është përpjekur të përfitojë edhe nga gjendja familjes së tij. Se çfarë ka ndodhur konkretisht dhe pse ai dyshon se bëhet fjalë për Bytyçin, Begolli ka rrëfyer si në vijim. E kemi pas çat rast me djalin ton Andin, ku pas një kohë trajtimin në Prishtinë që kë duftë më dhe mos me që urgent për Tiranë të doktor Mentor Petrela, se ka pas një mutacion genetik në tru edhe normal, si çdo rast tjetër që shpo ndodhin me këto smundje pak më të rënda, dhe na financiarisht nuk kemi mujt me ja dalë edhe kemi bën një apel kush mundet me na ndihmu. Më kontaktoi një person me një numër të Kroacisë në WhatsApp, edhe po më vetë sa është shuma totale për me kry krejt trajtimin e djalit. Po unë e thash nuk e di sakt se se kemi marrë fakturën pi spitalit. Tha që ai kam i ofru 15.000 euro. Po tha ndërkohë kur ti dërgojnë ty të holla, ti dush me pagu një komision. Po unë e tha për komision të kazoj ty nesër sa është. Tonë janë nisi mu paraqit si një biznismen që ka firma në Bosne, firma në Kroaci. Tonë janë nisa me mendua din se ai njeri kur do me të ndihmon pi zemrës, ku kush nuk lyp ty ndonjë komision, edhe ky mas e biznismen atër çka i vjen këtij çdo 300-500 euro sa ka pas më lyp pi meje edhe adin e veta kur duhet me paguat komisione, tha komisioni thonë ty nesër të lajmëroj në telefon. Edhe dha të kallzoj sa është ai komisioni, po ti thash çoj, thash me konto, edhe për që të vë 15.000, adin mundesh me pagu çato shpenzime, ky tha jo se unë jam Bosnë, na nuk kemi MBE, është e komplikume, po nesër në ty të lajmëroj edhe asi. Do në unë jatë ka qure, thash kanë qu, thash edhe njerës tjerë, po thjera para din për nditi kush që duhet komision me pagu, do në unë ze tipi adin, që e ka me ndonë ti, adin ti që në Petrelën e kom mik në gusht, që tash kom i thonë Petrelës mi ju heka ty pi spitalit, ti nuk i me pa mua ato, e kom ju këthy dokumentat, të nga më vonë edhe janë nisi me më kërcënu, adin, skema, që shpëmdo këtë mu e këti mashtrimit është e njejt me që atë Don Bytyçi. Tona e pash një biset, një rast i Prizrenit që jo konë, edhe ato e kish mashtru ky person, ja kishin marrë 300 euro, edhe kur e kom krahasu bisedën që ka kallëzu ai person, me mu, do më thonë krejt skema o kone njejt. Qashtu që e biznismen në Bosnë, komision duhet më pagu edhe fjallët e njejt o përpullëshin edhe krejt. Si ti që ti paret nesër, unë të kazoj ku kimi qitë, ty në bas djorve kanë me të ardhë paret. Ajo përshijet është i qare që është mashtrim. Kjo është i mashtru njerës që jo nevojt madhe, do më dhe mos i ndodhë kur kujt as mu që më ka ndodhë, aty çdo cent që ngjehet, e jeti luftu për jetën e familjarit tonë, e kymi ti marrë ato pare. Ajo është përdhëm s'ka ma gjyna ma të madhë, hiqa.